Bitcoini pse ka vlerë? Se nuk mundet më manipulu. Për shkak që kjo ka të bëjë me teknologji, dhe teknologjia në shumë fusha është thjeshtësu, ju ka dhënë mundësi shumë njerëzve me bë kriptovaluta prej asgjëje. Ndërkohë që fillimi i parë, sikur se Bitcoini, ka qenë më i thjesht, më i lehtë, tash vazhdimisht ai shkon duke u ngarku, duke u vështirësu dhe duke u vonu krijimi një Bitcoini. Por në kohën kur është bërë, njerëzit nuk e kanë ditë përveç ai që e ka kriju. Dhe atë sistem tash ai vazhdon tutje, por kanë dalë sisteme të tjera paralele të kriptovaluta që e kanë thjeshtësu krijimin digital, nëse mund të themi me një klik, sidomos tash me AI, me inteligjencë artificiale. E tash këto ja hupin besueshmërinë dhe vlerën, sepse një gjë e cila bëhet shumë lehtë, shumë shpejt dhe mund të manipulohet, ajo tani mos ka vlerë. Bitcoini pse ka vlerë? Se nuk mundet më manipulu. Mënyra se si ajo krijohet dhe del në ekzistencë, teknologjia e cila përdoret, është shumë e sigurt dhe sa më shumë që zhvillohet ajo, sa më shumë ngadalësohet, që jep vlerë më shumë, sikur se ari dhe argjendi. Po të gjenim secilin oborrin e vet ari dhe argjend, do të binte vlera. S'ka vlerë. Por minierat dhe zbulimi i tyre dhe hulumtimi i arit të argjendit ose i arit më shumë është më i ngadalshëm, më i rrallë, e bën atë më të vlefshme. E tash, e njëjta ndodhet te kriptovalutat. Ato që krijojnë lehtë, shpejt, sa për komunitetin, thjesht nuk kanë vlerë dhe realisht fetarisht janë të ndaluara. Ndërsa ato kriptovaluta që krijohen së pari me ekip serioze dhe në vete përmbajnë një shërbim për njerëzimin, sepse tash si sistem digital, ato i japin njerëzimit shërbime. Për shembull, ka kriptovaluta të cilat përdoren për të ruajtur dhanat. Ka kriptovaluta të cilat përdoren për të regjistruar, për shembull, tapijat, pronat. Dhe nëse një pronë po e zëmë regjistrohet në sistemin blockchain, sa të ekzistojë teknologjia, do të dihet pronari asaj prone. Edhe nëse ndron pronari dhe regjistrohet e dhëna e dytë e kështu me radhë, dhe pas 1000 vjetëve, ato dhëna janë të ruajtura. Tash kjo është vlerë, është diçka që mundemi me investu në ta. Cilat janë ato zakonisht, ato që janë të ndalume, edhe quhen meme coins. Do të thonë kriptovaluta, coina të shakas, lojrave. Njerëzit i krijojnë me një figurë interesante, ndonjë kafshë apo diçka, ndonjë imazh, dhe fuqia që e influencerit i cili e promovon atë, dhe komunitetit që kyqen në të, e bëjnë asaj mi u rrit vlera, dhe qëllimi është që njerëzit ta shohin që ju ka rrit vlera, dhe sa të hyp vlera, ata që e kanë në pronësi e shesin, të tjerët e blejnë të menu se ajo që rritet shkon të u rrit, realisht e nesër bjen edhe humbet e gjithë. Pra duhet pasur kujdes. Shumë duhet pasur kujdes, prandaj edhe ata që edhe kur flasin edhe në YouTube, ndoshta edhe këtu në emision, domethënë bëjnë atë disclaimer, atë njoftimin se na nuk kemi të dhënë konsulenca financiare, po thjesht një vetëdisim rreth këtyre gjërave që me hek përgjegjësinë prej asaj se dikush mund me marr si mendim edhe nesër. Atë dëshimi të mundshëm. Po. Edhe këshillojnë që, domethënë, mos investo ato për cilat ti, domethënë, nuk flen rahat. Diçka që janë duke nejt, nuk i ke shumë të nevojshme për eksperiment, po. Po shumica e njerëzve dështojnë sepse nuk dinë. Ata që dinë janë pak. Prandaj duhet pyesin, sidomos besimtarët. Edhe në aspektin e fetarisë, lejueshmërisë, se ka shumë probleme, masnej edhe procedurat, edhe këto që janë halal, procedurat e tregtimit edhe investimit, ka rregulla të lejueshmërisë dhe të ndalesës. Do thënë, fetarisht valutat, monedat, kanë një sistem të tregtimit ndryshe nga ajo që folëm me produkte, me gjëra. Lejohet vonesa, pagesa, në valuta duhet të dy palët patjetër me dorëzu dhe pranu kundër vlerën aty për aty. Çdo vonesë fetarisht është ndaluar.